Përshëndetje, për shikuesit e emisionit Familja Jon, ju flasim nga Klinika Gjermane e Syrit në Prishtinë. Sot do të flasim për kataraktën, apo siç njihet në popull perdjen e syrit. Gjithmonë pacientët na pyesin se cilat janë shenjat e para kur mund të paraqitet perdja e syrit. Duhet të dimë domethënë se perdja e syrit ose katarakta është e zakonshme të paraqitet në moshat e shtyme. Themi ashtu mas moshës 60 vjeç. Po, perdje e syrit mund të kemi në çdo kohë, në çdo moshë. Kur dimë se kemi lloje të ndryshme të kataraktës, mund të kemi edhe kataraktë të lindën, domethënë një fëmijë të lind me perdje të syrit. Që ndonjëherë është sfidë edhe për neve, po sfidë edhe për prindërit, për arsye se ata kanë vështirë të dallojnë fëmijët e tyre posa nëse ka një problem me perdje të syrit. E gjithmonë është domosdoshme ose është themi ashtu shumë e rëndësishme që sa më herët të diagnostikohet se një fëmijë posa lindur ka kataraktës së perdjes të syrit. Kështu që po çdo prind, non themi ashtu, që sheh çdo gjë të pazakonshme te sytë e fëmijës saj, domethënë që është të dy prindët themi, atë gjithsesi duhet të lajmërohet te mjeku i syve. Për arsye se nëse perdja është aq e zhvilluar sa e pengon futjen e rrezave të ditës në sy, atëherë ajo duhet të operohet sa më herët. Për arsye se çdo mosfutje e rrezave të ditës në sy, ai fëmijë do të mbetet pastaj ai sy do të mbetet sy dembel, se na e quajmë ambliopi. Kështu që perdja mund të paraqitet edhe gjatë moshave tjera, domethënë që shtam, po është e zakonshme në moshat e shtyme. Zakonisht pacientët që kanë diabet, ata janë më të favorizuar që të katarakta të zhvillohet edhe në moshat më herët se 60 vjeç. Kështu çdo herë që pacienti ka probleme në të pamur, zakonisht përshkruhet që pacienti po e shef një pamje ose një objekt, po ai objekt është i turbët, është i mjegut. Ne thojmë sikurse po shef në një xham të avullum. Atë gjithmonë ideja është se ai person mund të ketë filluar zhvillimi i kataraktës së syrit. Ne edhe për atë të quajmë kataraktë senile ose kataraktë e moshës, për arsye se është një proces normal që katarakta të paraqitet pas moshës 60 vjeç. Kjo varet prej shumë faktorëve. Ka një prej faktorëve është faktori gjenetik. Pacient që thotë mas moshës 60 vjeç veç është filluar pamje të trubullt dhe e din që dhe prindët e tij domethënë kanë pas problemin e njëjtë, kështu që nuk është diçka e pazakontë. Gjithmonë është kontrolla e mjekut ajo që e vërteton mjeku të syve se a është koha që të operohet katarakta apo jo. Mos, më thonë gjithë pacientët e mi, mos pritet pjekët perdje. Ka kaluar ajo kohë që është dashur pritet operimi i perdjes që thojmë na të pritet pjekët. Jo, nuk ka mos, nuk duhet ashtu më. Nuk duhet të lejohet që perdja të pjekët realisht ose të forcohet. Gjithmonë është më mirë të heket më herët, është më lehtë të heket edhe më mirë për syrin. Për arsye se çdo katarakt e avancuar mund të krijojë komplikime, siç ato operimit, po mund të krijojë komplikime edhe vetë si katarakt. Mund të rritë tensionin e syrit, që ne e dimë pastaj që tensioni i syrit mund të dëmtojë nervin e syrit që janë dëmtimet të pakthyeshme. E mira është që në Klinikën Gjermane të Syve tash 20 vjet na operojmë kataraktën me metodën më të avancuar që ekziston në botë, pa në anë të metodës së fakoemulsifikimit. Është një metodë ku nuk kemi prerje të korneas, nuk kemi qepje të korneas. Pacienti nuk ka nevojë që të rrihet fare në klinikë, të shkojë më një herë më shpejt. Po ashtu, këtu në Klinikën Gjermane të Syve përdorim thjesat më kualitative që ekzistojnë në botë. Të fillojmë nga ajo thjesat standarde që i përdoren për shumicën e pacientëve, të njëjtën kohë përdorim edhe thjesat më të avancuara që ne i quajmë si thjesa premium, që janë thjesa multifokale që na mundson që përveç heqjes së kataraktës, na mundson që ai pacient mos të mbajë syza as për larg as për afër.